Përshëndetje, sot të përgatisim një byrek të shpejt me peta të gatshme. Si që shikoni, kemi rrau 4 kokra vezë edhe mëtej do të shtojmë edhe një bidon me qumësht tradita. Do të shtojmë pak krip edhe do të bëjmë të përzierjen. Bazën e byreku do të ngjyejmë peta tona e mëtej do t'i vendosim në një tavë të lyrë me gjalp. Mund ta thërmoni petën ose mund ta lini kështu siç është. Do t'i njohim të gjitha me radhë, na duhet gati një pako peta, nëse është tepsia më e madhe ose më shumë. Do t'i ngjyejmë në përbërjen me vezë me qumësh, i hedhim në 2 shtresa pak vaj ulliri dhe djathë e thërmuar, e kështu me radhë deri në fund. Përzierjen që na mbeti do ta hedhim lart dhe nuk do të na shkojë dëm. Pjesa e mbetur e qumështit do të bëjë që pjesët që nuk janë njohur mirë të njohur plotësisht. Ky është një byrek që bëhet për shumë pak minuta dhe piqet lehtësisht në furrë me 180 gradë dhe për 20 minuta apo 30 e keni gati. Po ju e keni bërë ndonjëherë një byrek të tillë? Lini komentin tuaj më poshtë. Byreku ynë do të jetë gati për 15 minuta tani. Siç e shikoni, është pjekur në mënyrë të shkëlqyer dhe ka një aromë fantastike. Përgatiteni dhe ju dhe na shkruani në koment. Faleminderit që na ndiqni.